Dhe veç kësaj, duhet kemi parasysh edhe një gjë. Nëse një fëmijë ose një rritur i sjell këto parazit në shtëpi, kryesisht lambje intestinale, atëherë duhet kemi parasysh që dashur pa dashur mund të jenë infektuar edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Pas vizitave mjekësore, që e para duhet të jetë feqe parazit, duhet kemi parasysh këtë gjë. Individi mund të ketë gërhitje natën, mund të ketë kruarje hundësh, mund të ketë kruarje në anus, çrregullime, gazra në zor, gazra me erë të keqe, rënje në peshë, shkon për shembull dhe bën një ekzaminim, feqe parazit, dhe ai ndoshta mund t'i dali negative. Nuk mund të themi se ky person nuk ka parazit. Ka plot peshkatar që shkojnë në det, hedhin grepat, nuk kapin peshk. S'mund të themi që deti është pa peshk. Nuk kemi kapur në momentin që në këtë jashtëqitje nuk kemi kapur as lambje dhe as vezë.